po mundohemi që artificialisht të rikryojmë situatat që i keni pas në kuvend. Ti ki faj, ai ka faj. E keni fituar numrin më të madh të votave. Ka qenë përgjegjësia e juaj, siç e thot edhe kushtetuta e edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, që në frymën e bashkëpunimit dhe kompromisit të zgjedhni një kandidat i cili i merr votën e shumicës parlamentare. Kryetari i kuvendit, ju e dini se keni qenë vetë, nuk e përfaqëson vetëm partinë fituese, se aty e keni nën kryetarën për atë punë. Kryetari i kuvendit e përfaqëson shumicën parlamentare. Dhe kur nuk ka shumicë parlamentare, nuk mund të shkohet me imponim pa kompromis edhe pa bashkëpunim. Nuk është fjalën dytë bashkëpunimi, Glauk. Është mirë me bashkëpunu. Ju nuk keni bashkëpunu me ne as për mësohen, nuk e keni votuar, nuk keni bashkëpunuar në projekte shumë të mëdha, po sinqerisht kam besu që do të reflektoni. Kundër përgjigje, zoti Konjufsa, një minutë, urdhëron. Tash kjo po del si aveza pula e para, por popullit që ka po marrë mendja, dhe kjo është gjykimi vetëvendosës, është që ne u refuzuam në përpjekjen për bashkëpunimin tonë. Domethënë e patëm një barikadim të këtij spektrit. Nuk është e vërtetë. Që me shpërfaq vetëvendosjen. Ne kemi Albin Kurtit dhe zoti Krasniqi atëherë. Jo, më fal, po nuk është e vërtetë se janë të dhëna publike. Po ani e merr një minutë edhe më thu që nuk është e vërtetë, se unë dëgjova. Po do me thonë që ne kemi bërë ofertat tona, nuk jemi mbështet në këtë bashkëpunim, nuk ma mërmendja që një parti politike thjesht e ka për bërgjë me thirë krejt spektrin politik në koalicion. Nuk ndodh as në Gjermani, as në Austri, as kërkun hiç. Një parti politike e ka një preferencë, dhe preferenca i takon fituesit zgjedhjeve. Nëse partia tjetër nuk dënë, atëherë e shpalos, thot po du me tjerat, sepse ekzistojnë numrat, kanë ekzistuar numrat në kuvend të Republikës Kosovës. Jo dhe e keni refuzuar bashkëpunimin me vetëvendosjen, edhe nuk e keni bërë bashkëpunimin me njëri tjetrin, që mja dhonë Kosovës një qeveri të re.